Ju shi marrë më burë. Uj, dëshpëruar për glasë që dojë kashë. Ua, Diti të reagonte, të mbronte, brikenën, karshi një kafshë si puna e Mateos. Sire re prap të kam zemër, mëma. Qa zemër ke ti? Ku ke zemër ti, më? Amon të ashtë do ma thush të lutë. Qëfar e ke, ma ty dhire atë fjallin që, qëfar e ke Mateo? Ma ty dhe atë fjallë që e the, pakën atë fjallë dhe hiku. Qëfar e ke Mateo? O ta më qa ke o ta në kërqena? Ma thu se ta themon. Jo, po, e duka. Ma thu se ta themon. A pyta për miri? Pa. Në the e kam shok. Pa. Kush unë i them saj? Nëse më thotë mu e kam shok, iki unë. Vetëm 2 orë. Tani, ajo është në nominim, nuk ka se si thot e kam kshu e kam ashu. Njëse është midis dy zjarëve, ka një jetë jashtë, që gjithë po ja dhe në pikpytje, që nuk është treguar fare e sinqert për jetën jashtë, dhe kjo e di që unë e di, dhe prandaj e mbyll, tak, nuk fleta. Ta shpjegova pra. Po ta shpjegova pra Gimbo. do më përcaktu besimin. Gimbo, ta shpjegova. Faleminderit. Ky je ti, o Gimbo. Faleminderit. Thank you. Ky je ti. Thank you. Por nga njëra anë me ndonë të rrezikun jashtë, që familje do e paragjykohet, që ai që mund të ketë kjo do e lezi, normalisht tu e patu për qafu me njënin gjatë gjithë kohës, nuk të majë njëri jashtë, sa do ti thushti për shohë, shumë. Kështu që vajza është në presion, dhe prandaj ka humbë dhe po bën edhe këto veprimet, jo gishtin, jo po fshan, jo po ofendon, jo mollzat, jo beti 500, jo 5000, e ka humbë, kupton? Sepse është nëpërmjet 2 zjarresh, nga do jam vaj Brikena, do zgjedhi vallë Brikena famën edhe ku di Instagramin edhe këto gjëra, por ndërkohë do humbi jetën jashtë dhe do humbi titullin e nderit. Domethënë nuk do jetë më ajo vajza që pretendonte se nuk ishte pas asnjëherë lidhje, por në fakt kjo nuk ka pas lidhje, sepse kjo kur put dikë nuk e quajnë lidhje. Kjo ndoshta edhe kur bën gjëra të tjera me dikë nuk e quajnë lidhje, se duhet me saksu. Ti nuk e di që ka ndalë terma të ri. Në rinia, domethënë, brezi jonë ka që mund të rri, mund të bëj çdo gjë me një mashkull dhe kjo nuk e quajnë lidhje. Dhe thot, unë nuk kam qenë kurrë lidhje, thot. Kupton? Po kjo mund t'i bëj të gjitha me atë mashkull, nuk ka asnjë problemi, thjesht thot nuk e quajnë lidhje. Dhe M'fal, a ishte tjerë që i kështë... Sepse e gjeta konceptin tënë të lidhjes? Po, e gjete, bravo. E gjeta konceptin tënë të lidhjes? Bravo, gjitha e kemë qake fol ditash, janë gjitha sakta, bravo. Ti je ajo vajza me parimet e larta që puthesh, gënjen këtu që nuk e nje fare, dhe ndërkohë nuk e qunë puthjen lidhje. Qa e qunë puthjen ti? Ma shpjego pak qa e qunë puthjen. Se kur konsumon diçka me dikë, fillon të kesh një marrëdhënie. Ti qa e qunë puthjen? A je puthi me Brikenën, me Mateon? A je puth me vajzë? Atë ka ardhë që një hujt ka thënë këtu, unë jam puth me atë vajzë, unë kam dalë me atë vajzë, unë jam puth me atë vajzë, që për mu që këtu a i lau durët me gjithë, me ty dhe me gjithë shqiptarët, se ti përmenë është një femër e të shkuarë, për mu është shumë e ullët. Dhe ti po mbrën atë mashku që ty të ka bë gropën dhe ti e di, që ke dalë jashtëzakonisht mashtruse në sytë e publikut. Dhe tash ti po bën aleancë me Mateon për këtë Big Brother, ai që të bëri gropën e parë ty në këtë Big Brother, Brikena të lutem. Ve pak truri në punë, sepse nga të gjitha anët që ti po mundohesh të japësh gaz, je grop. Kaq kisha.